Ajo s'do normale se normale s'është as vet. Ajo do me lujt me sy me dorë mos me e prek. Ajo s'do normale se normale s'është as vet. Ajo do me lujt me sy me dorë mos me e prek. Ina shkon shumë këngë. Po, e kam Ina. Kjo është kënga ime, kote këndon. Këndon ti prapë. Kote këndon. Nuk e di, e ndi shumë time këtë këngën. Këndoj ti pak. Nuk e këndoj. Ti që s'do ta këndoja. Po të rikthehemi tek një pyetësor tjetër pak më interesante, vërtet apo këngë? Kështu që e vërtet bie ti do na përgjigjesh. Dhe në qoftë se ti nuk ke një përgjigje, do përgjigjesh me këngë, por nuk lejohet të thuash skip, s'kam koment ose nuk dua të përgjigjem nga këto përgjigjet e tua të shpeshta. Me këngë si bie kur të përgjigjem me këngë? Gje një këngë që i përshtatet me atë përgjigjes. Një këngë tënde për shembull. Titullin apo? Këndoje. ose një pjesë këngë që të vjen. Je në makinë atë në vonë, në radio fillon një këngë e jotja, ajo ndron kanalin pa thënë asgjë. Ajo ndron? Po pra. Do i qesh pak edhe do i them çka kapi. Një ish të shkruan, e dëgjova këngën e dija që ishte për mua. Por ti e di që si ishte për atë. A e shef sa me fatje. Qa gënjeshtari. Po s'mund t'ja lemi. Çuna mos mani shënim tani. Një lidhje nisi vetëm sepse ti ishe Sardi këngëtari shumë i njohur. Dhe jo sepse kishe vërtet ndjenja, është e vërtet apo? Po është e vërtet, po ka përfundu. Kanë qenë kështu lidhje momentale domethënë. Po. Ke shkruar një këngë me njëherë pas një nate që s'duhet ndodhur kur. Pas një Nate që s'duhet i kishte ndodhur kur. Po, kam shkruajt. Një vajzë dashura me ty më shumë se ç'duhet, por ti nuk kishe ndjenja. Falje vete si kërkom të ajo. Ke kishte vënë t'je në vendin e parë. Ke përdorur famën si mjet për një njohje që ndryshe s'do të kishte ndodhur. Po so me gocë? Po nër. A me gocë? Ja, nuk e kam përdor, po me policat për shembull, me përdor shumë këtë kur më naloj ndonjëherë, më çam merr është muzikë. Një këngë e jotja u mor si mesazh nga personi i gabuar dhe krijoi një kaos. Nuk jam shumë i sigurt në fund. S'ka ndodh. Je ndier xheloz për dikë që s'kishe më asnjë të drejtë të isha. Po. Je ndier? Po. Ndodh kjo. Domethënë jam natyrë xheloze dhe Ke lënë një histori pezull duke menduar do kthehet, po s'u kthye kur. po, Po, do i ke. më përpara. Sa interesante, nuk po këndon fare. Unë mendova do këndonte më shumë. Më përpara ka ndodhur. Ekziston një këngë që sot nuk do e shkruaj më, po ta dije që do përfundonte në histori reale. Po ta dija se do përfundonte, Historia reale. Si. nuk do e shkruaja më. Po mendojmë pak për këngë tash se më janë vojë çik. Te Ana. Ne jeshim shok para shumë vjeç. Ashtu që më pëlqen mua më shumë. Faleminderit që do më fshi. Po s'të doja të përfundonte në histori reale. Moj, Ina. Kush ja shon moj? Aman. A ekziston dikush që i di të gjitha dobësitë tua, por sot është vetëm në këngë? Po. Po. Ekziston. Nëse ajo që mendon se është frymëzim për shumë nga këngët e tua, po na dëgjon tani. Na thuaj vetëm një titull këngë. S'mund të jetë frymëzim për gjitha këngët e mia. Domethënë unë kam edhe këngë si pushteti, kështu që s'mund të jetë ajo. Po mirë tani do na. Po, aja thash besoj. Cili titull të ka futur më shumë në telashe me vajzat, Sardi? Kjo ajo është normale. Cilin titull ke frikë ta këndosh për dikë konkret? Pa cilën këngë? Këtë pushtetin. Cilës këngë do i ndryshoje emrin? Shpëtimtar.
Si doja vije? Shpëtimtare të thjesht doja kisha vu disi pak më ndryshe se shpëtimtare ngjan si këngë, më thon si doja kështu si vije? këngë lufte. Ajo ka mësu. Cili Ose titull, në një titull tjetër tash se duhet me menduar sikur shumë. cili titull të përshkruan sot më shumë? Për ty dehem. Për ty dehem është. Edhe kënga që me thon drejtën, zakonisht kur publikoj këngët nuk i nigjoj kurrë, para se më i publikoj nigjoj shumë. Pasi dalin nuk i nigjoj, ndërsa kjo është nga ato këngët që edhe sot e kësaj dite e shijoj shumë, edhe kur e kënoj edhe kur e nigjoj. Është ndër të pakta trolla. Një këngë që do ta fshije nga YouTube-i sot, që s'do dohet ekzistonte më në asnjë vend. Nuk ka si këngë që s'më pëlqen nga të mijat, por i kam fshi disa nga ato që s'm kanë pas pëlqy më përpara, domethënë. Kur kam Do se bë, publiku mund ta pëlqejë shumë. s'm plas fare. Po s'më pëlqeu mua. Okej. Publiku domethënë është si puna e Florit. Publiku të sigurohet të tiruj këto këngët se mund të më kapi edhe mu në një moment që i fshi që s'më pëlqen edhe Zot shumë na normale ruaj, se domethënë. në fundit profili është imi ai që i publikoj këngët. Që do fshi edhe një këngë shumë të suksesshme? Po. Nëse s'do më pëlqete, po. Çuditi tani. Ruli këngët, futoni ruli Shkarkojini këngët. këngët e Sardit sa më shpejt se si dihet si ja jep mendja, pra. Megjithatë vajza shkarkoni E këte, këngët e shive. Sardit sepse nuk i dihet si ja shkrep truri dhe i fshihen. Kështu që E keni të po gjitha. te artistat tjerë që e kanë bë Flori për shembull. E përmende, po. Kur futëm Kryesori. te Flori futëm shpesh herë edhe vet në Spotify, në YouTube për me kërku një këngë që më pëlqen, edhe kurse gjej duhet më u lodh shumë pasaj me e kërku që me e gjet. Kështu që edhe kjo gjë është e bukur, ëh, se Pikërisht me tregon Florin unë i kam shkarku disa këngë sepse nuk i gjej dhe të paktën i kam fiks, aty po të edhe kjo shumë gjë vite. është gjë e mirë, se tregon me vërtet se sa artist i mirë është edhe kalon nga këto këngët që tu luftune me i gjet me Mirë, unë prisja që nga ky pyetësori ti të këndoje pak më shumë, ti nuk këndove shumë, unë do të kërkoj të këndosh prap. Kështu që tani ti do këndosh për të dehem. Për ty dehem. Yes. Okej. Me një gjekëm shefën dorë, po ndihem vetëm. 2-3 gota sa i pi, për të filloj shprehem. E i kom pengun mrena vete, se po dehem, unë për ty po dehem. Me një gjekëm shefën dorë, po ndihem vetëm, unë po ndihem vetëm. I kthehemi pas pak.